Asalamu alaikum të dashur shikues dhe dëgjues të radio televizionit Pendimi. Mirë se erdhët në emisionin Drita e së vërtetës, mirë se erdhët drejt për së drejti këtu në radio televizionin Pendimi. Ju përshëndes unë drejtuesi i programit Avni Lugiqi, që do t'jem me ju edhe sonte në vazhdën e emisioneve të cilat i realizojmë çdo të dielën nga ora 20 këtu në radio televizionin Pendimi. Sonte, në fakt, është 31 maj 2026 për të nisur kështu së bashku edhe një edicion tjetër të Dritës së vërtetës me një mysafir të veçantë për emisionin e sotëm. E përshëndesim, selamu alaikum, Hoxh Shuaib Krajqercin, mirë se erdhët. Aleikum selam rahmetullah, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Allah është përbleft, faleminderit juve që ju jeni përgjigjur ftesës sonë për të bashkangjitur në këtë bashkëbisedim. Allah është përbleft. Amin. Shikues dashur, miq të nderuar të radio televizionit Pendimi, temë bisede është për një diçka që të gjithë kemi dëshirë, ta kemi sa më pranë edhe të mos na largohet asnjëherë. E në momente të tilla, kur veçë ndjejmë se na është larguar, atëherë duhet marrim masa. Për çka e kam fjalën, është ripërtritja e imanit në zemrat tona. I temë e bukur për ta trajtuar, me shpresë që mos të sfidohemi shumë në çështjet e imanit, mirëpo gjëra që edhe ndodhin tek besimtarët. Mirëpo do të e kisha nisë këtë bashkëbisedim me një pyetje bazike, fillestare. Pse është e rëndësishme ripërtritja e imanit në zemrat tona? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, përshëndesim Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekë dhe ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Po, tema është me të vërtetë është një temë shumë e rëndësishme, shumë e dobishme, që edhe shumë e nevojshme. Sa i përket ripërtritjes së imanit, pyetjen të cilën e shtrove ishte një pyetje me të vërtetë e bukur si fillim emisionit, se çfarë dobi e kemi neve me këtë, me ripërtritjen e imanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith e përmend, po aq bukur e përmend edhe e bën një krahasim me rrobat, saqë subhanallah e shef domethënë se çfarë rëndësie qen ka me ripërtri imanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "El-imanu la yukhlaqu fi jawfi ahadikum kema yakhlaqu ath-thawb." Imani vjetërsohet, imani dobësohet në mbrëmsinë e juaj, ashtu siç vjetërsohen ose dobësohen rrobat. Ki parasysh një par rroba ti nuk mundesh me marrë me vite të tëra. Sa ato vjetrohen, kur të lahen, shtjerrën, gjithashtu. Edhe imani e pas ka të njëjtën gjë. Mirë, po çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum. Fas'alullah an yujaddida al-iman fi qulubikum. Atëherë çfarë bëni? Luteni Allahun azza wa jall. Kërkoni prej Allahut subhanahu wa ta'ala që t'u ripërtri Allahu dhul xhalal imanin në zemrat e juve. Me ripërtri imanin. Çka është kjo tash me ripërtri? Do të thonë me ringjall, me rikthy, me pas do të thonë diçka që u vjetërsu ose diçka që ndoshta po don me u largu prej neve, me rikthy, me kthy prap aty ku ishte, mja gjet një vend, po tash mja gjet një vend pak më të bukur, mja gjet një vend me diçka akoma më të shëndetshme. Për shembull, është sikurse ai kopshti. Një kopsht të cilin nuk e ujisim vazhdimisht, ai do të thohet, dielli do ta thon kopshtin. Lulat, ato të mbjellat do t'i thon.
Mirë po uji është ai I cili jep gjallëri. Po kështu është edhe imani. Do më thonë, duhet që ta ripërtrim imanin në zemrat tona, që t'jemi, do më thonë, më të qëndrushëm, të kemi lidhjen më të fuqishme me Allahun subhanahu wa ta'ala, se sa ma shumë që imani ripërtrihet, aq ma shumë lidhja me Allahun është e fortë. Sa ma pak që ripërtrihet imani, aq ma I dopt është lidhja me Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj është e rrugës që është thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërkoni prej Allahut që t'ua ripërtri imanin në zemrat e juve. Jaddidu imanekum. Ripërtrina imanin e juve, o ju musliman. Kështu pejgamberi si më tha shokëve vet. Ata e pyetën, "Po çysh në ujaddid? Kejfe në ujaddid al iman ya Rasulullah?" Çysh me ripërtri imanin? Ekthiru min adh-dhikr. Bëni shumë dhikr. Kujtojeni Allahun shumë duke thënë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ose la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Me një fjalë, kujtojeni Allahun dhul xhelal, përkujtojeni me dhikr, përkujtojeni me vepra të mira. Kjo është domethënë ripërtrirje e imanit. A është e rëndësishme për besimtarin, ose është e natyrshme për besimtarin që të ketë ulje ngritje në iman, edhe a duhet të jetë shqetësuese për një besimtar kur e kupton të vetvetja e tij se ka rënje, ulje të imanit, ose domethënë a duhet ndjehet I shqetësuar ai besimtar kur tek vetvetja e sheh se ka ulje të imanit? Është e vërtet se kjo mundet mi ndodh gjithë besimtarëve. Rënja e imanit, prandaj kur thuhet me ripërtri imanin, do me thonë për shkak se ai dobësohet. Ka nevojë, do me thonë, për mu ngjall, ka nevojë për mu rikthy. Tash, a është normale? Po, është normale, e sidomos në këtë jetën ose në këtë kohën që jemi duke jetu. Fitnet na rrethojnë për gjitha anëve. Është normale. Është Handhala radiallahu ta'ala anhu, I cili thot për veten e vet, ishte një ditë në rrugët e Mekë, në rrugët e Medinës, duke shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I mërzitur. Edhe kur e sheh Ebu Bekri, I thot, nga po jamon kështu, se në fytyrën tane po shifet diçka që e shqetësume. Thot nafeqa Handhala. Për veten e vet ka thonë, jam bë munafik. Jam bë dyftërsh. Edhe Ebu Bekri çuditet se Handhala ka qenë burr I madh. Ka qenë burr që subhanallahu njerëzit e kanë respektu shumë, edhe ka qenë imanli, ka qenë burr I madh. Edhe subhanallahu thot, "A'udhu billah", thot, "Çka ka ndodhur me ty?" Thot, "Wallahi", thot, "Kur po jena me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, po e kujtojmë shumë herë, po e kujtojmë xhenetin e xhehenamin. Kur po shkojmë te familjet, nuk po kujtojmë nisoj. E kjo është vetëm gjendje munafikut, se s'ka mundësi ndryshe." Edhe thot, po shkoj te pejgamberi alayhis salatu wasalam me I tregu se jam bë munafik, edhe me pas se çfarë na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri fillon me I rrjedh lot. E thot, po vithet edhe unë me ty, se vallahi të njëjtën gjendje kam edhe unë. Duke pas parasysh imanin e Ebu Bekrit, që thot pejgamberi sallam, sikur ta vendosim imanin e Ebu Bekrit me një anë, edhe imanin e umetit anën tjetër, do të kishte peshu imani e Ebu Bekrit më shumë. Edhe ky po thot se të njëjtën gjendje kam. Do të thonë është normale. Edhe kur shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe I thot pejgamberit alayhis salatu wasalam Handhala, edhe I tregon çështja se si është, se kur po jemi me ty, po e kujtojmë xhenetin, xhehenamin më shumë, imani po forcohet më shumë, po kur po shkojmë te familjet, po na kap dynjaja, po na kapin çefet e dunjas. Pejgamberi alayhis salatu wasalam buzëqesh edhe thot, "El imanu", do të thonë këtë gjendje që kin el imanu sa'atun fa sa'a. Thot kjo thot është e vërtet se këtë gjendje e keni ju, mirë po mos harroni se imani është hove. Nga njerë shumë I fort, nga njerë dobësohet. Si kur ta kishi imanin, gjithmonë në jetën e ju, ashtu siç e keni kur t'jeni me mu, do t'i kishte zbrit Allahu me laçet e veta, mi u përshëndet dorë për dorë.
Mirë po, imani është hove, nga njerë është i fort, nga njerë është dobësohet. Prandaj, duhet me i najt gati këti imani. Mës me lanë, kur të shet do me thonë që njeriu po ka fillu me u dobësu me iman, ka fillu me u dobësu e se gjdo njani e nin, që e nin vetën si besimtar, si adhurus, si Allahut Azza wa Jall, e nin vetën kur është i fort, kur e bën ibadetin me knatësi, edhe kur e bën ibadetin veç hajt ta krysi si ibadet. E një çdo njani vetën e vet. E kur të kemi këtë gjendje, mos me lanë këtë gjendjen e neglizhencës që me na marr anën, se pastaj do të kemi probleme për me rikthy, për me ripërtri imani do të kemi probleme. Prandaj duhet patjetër edhe shumë normale që njeriu e kap kjo gjendje me u dobësu. Mirë po duhet me i najt gati, ashtu siç i ka kapë edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ishin domethënë në lulën e kënaqësisë të imanit, në forcën më të madhe të imanit, mirë po edhe ata i kapi kjo, në farë mënyre për me kanë si shembull për neve, se në qoftë se atyre mundet mi u dobësu imani, po kush jemi neve që s'na dobësohet? Mirë po të jemi të vazhdueshëm. Prandaj Allahu dhul xhelal kot nuk i ka obligu 5 vaktet. Sa të falë sabahun, mirë me do angazhimit dunjas, është dreka. Çka me bo? Ktheju Allahut prap. Mos ta merr trunin dunjaja. Ktheju Allahut prap. Sa të falim drekën, fillon prap me çështjet e dunjas, vjen ikindia. Ktheju prap Zotit. Mos e lë me ta marr zemrën tonë dunjaja. E kështu me radhë deri në Njatësi, duhet me pushu, me flajt, me u qetësu, se nesër prap e njëjta rutinë do të vje. Mirë po rutinë që duhet me kanë i kënaqur me këtë rutinë, e jo me thonë vallahi kemi bove çat çështë si adet. Po qomi, po bina, po falmi, po shkojna, po vina. Do me thonë, kjo është një farlloj mënyre se si njeriu me pas zemrën më afër me Allahun Azza wa Jall, imani i tij me qëndru stabil. Sa herë që të shef veten që është i dopt, me njëherë mi u kthy Allahut Azza wa Jall, me një vepër të mirë, me një gjë të bukur, që imani t'i kthehet edhe t'i ripërtrihet. Mirë, sigurisht për të arritur në këtë gjendje janë disa shenja. Dhe ndoshta mund që t'i përmendim cilat janë ato shenja që, si me thonë, na paralajmërojnë ose mund ta dijmë se kemi lëkundje të imanit në zemrat tona. Çështja më e rrezikshme, do me thonë që mund me shkaktu dhe mund me pas problem çdo njani për rrahmjen e imanit, është dhënia e tepërt mas dunjas. Kjo do me thonë është shkatërrim shumë i madh. I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Dini se dunjaja, jeta e kësaj dunjaje nuk është gjë tjetër vetëm se një lojë, një garë, një zbukuri e kotë, e përkashme, një garë mes t'juve se kush po pasurohet më shumë. Njeriu sa më shumë që jepet mas dëshirave të kësaj dunjaje, imani fillon me ra. Se imani e ka, dhe me thonë, nuk mundet të zemra e një njeriu me qëndru edhe imani, edhe dunjaja. Edhe epshi, edhe fjale Allahut. Nuk ka mundësi. Njëna duhet me qëndru ma shumë, e tjetra me u largu sa ma shpejt. Nëse e vendosim, do me thonë, zemra tona, epshin, knacin e kësoj dunjaje, do me thonë, interesat e kësoj dunjaje, dhanja mas pasuris të madhe, do me thonë, është interesante njeriu sa shumë jepet mas mallit, mas pasuris, edhe subhana që i boni 1 milion, i boni 10 milion, i boni 1 miliard, në fund çfarë? Çka mas krejt saj? Me u tregu se u bë milioner, me u tregu se është dikushi, kurse atë pasuri nuk ka mundësi me gëzu vetëm aq sa ja ka caktu Allahu Gjelle Gjelaluhu për me hongër edhe me pi dhe me vesh. Nuk ka mundësi me marë ma shumë, ose ma tepër, se sa atë që harja ka caktu Allah Azza wa Jall. Kurse kjo pjesa tjetër, këto milionat e tjerë, këto miliardat e tjera që e ka shtjerë jetën e vetë, mas kësaj, për me i fitu, i mbesin trashëgimtarëve. E këta trashëgimtarët, ndoshta as që të kujtojnë bile. Ndoshta dhe një dua nuk ta bojnë. Gjithë këtë mirë që ja u ke sjell, ndoshta as një dua me një dua nuk të kujtojnë.
ata bojnë qefe, bojnë do më thonë me atë pasurin që ti ke lënë, e ka mundësi prej atyre që ndoshta edhe futen në konflikt me njëri tjetrin, jo se mund ta kon kjo, jo se mund ta kon ajo, që kemi do më thonë histori që shka ndodhë shumë herë, do më thonë kur është ndohë punë e trashëgimisë mes fëmijëve, mes personit që i ka vdekë dhe ka lënë pasuri, thash trashëgust ka pas shumë probleme, ka ardhur gati deri te vrasja. Bile shumë raste kemi në histori që edhe janë vrarë për shkak të trashëgimisë, jo se mund ta kanë kjo tokë, mund ta kanë kjo pjesë afër rrugës, jo mu ashtu, jo mu kështu, domethënë një pasuri që ti je shtjerr për me punu, me fitu, tjertë janë duke u vrarë për shkak të asaj pasurie. E njëjta gjë e kësaj pasurie, nëse bëhet në halal, nëse bëhet duke kujtu Allahun, komplet këj tjetër rrugtim e merr. Rrugtimin e ka këj tjetër. Pastaj çështja tjetër, shoqënia e keqe. Shoqënia e keqe është prej gjërave që subhanallahu imanin e dobson. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kot nuk ka thonë, kush beson Allahun azza wa jall, edhe ditën e kiametit mos ulet në të njëjtën tavolinë ku pihet alkooli. Arsye se ky alkool, nëse ulesh me dikë që hajpin alkool, ti ndoshta si fillim do të merr domethënë shumë tragjike, çush po pin ky alkool, e merr shumë afër zemrës. Mirë, po kur kjo të shpeshtohet, nuk do të kesh problem fare. Nuk të ndihesh keq hiç. Edhe është rreziku që ndoshta vjen një kohë thu, hajde veç pak të provoj çfarë shije ka. Edhe kur të sheh, të ka met alkooli. Për çka? Që je ul në tavolinë me dikë që pin alkool. Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka tërheq vretjen, mos rri. Pastaj shoqëria e keqe, qysh e përshkruan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shoqërinë e mirë dhe të keqe. Te shoqëria e keqe thotë është shembulli i shoqërisë të keqe, është sikurse shembulli i farkatarit, duke mos e nënçmu punën e farkatarit. Po ky vetëm është si shembull që e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Si shembulli i farkatarit. Nëse shkon ti te farkatari, ka mundësin do një gacë këcen edhe t'i sos robat. Po në qëfë se nuk këcen do një gacë, atëre era është e keqe. Po kështu shoku i keqe. Shoqënia e keqe. Do më thonë ti, edhe nëse nuk mësën do një të keqe prej tyne, vetë që rrin ofër tyre dhe njerëzit shohin se je ka rrin me ta, edhe ti e merë këtë nofkën se nuk je prej njerëzve të mirë. Prandaj kot nuk është hadithi, nëse don me kuptu për njeriu se çfarë është edhe kush është, shikoja shoqërinë. Qyre me kanë porrin. Për para shembull, kur kanë dashur me i martu vajzat, djemt, edhe shoqërinë njerëzve ja kanë shiku. Me kanë rrin, me kanë pin çaj, me kanë bën muhabet, me kanë punon e kështu me radhë, pse me ato që rrin. Ashtu diçka je edhe ti. Nga njëherë jeve, ka mundësi jeta me nasjel, do më thonë, ndonjë mbledhje, ose ndonjë tubim, do më thonë, spontan, që jo ndoshta që bëhet me dëshirë, po edhe nëse bëhet me dëshirë, po ajo është ndoshta shumë e rrallë, kjo është diçka tjetër, se çdo gjë që është e rrallë, do më thonë, nuk ka ndonjë rregull të veçantë. Mirë, po nëse është kjo shoqëri e shpesht, edhe ti rrin shumë me ta, vallahi ka me tik edhe namazi. Vallahi ka vllazën, për fat keq, që ata e kanë shpreh me gojën e tyne, e kanë deklaruar dhe me thonë vetë, edhe kanë thonë, kemi ndajt me njerë që nuk falin namaz, edhe kemi fillu me i lanë sunetet. Kur kemi shku me i falë namazin, kemi falë namazin komplet. Mirë, po duke nejt me këta njerëz, që s'falin namaz, hajtë shpejt e faljen e namazin që të vazhdojna me këta, i kemi falë veç farzet. Sunetet kemi fillu me i lanë. Dhe kur e pam do më thonë që jeta jonë erdhi për disa muj që veç me farze jemi duke e kalu namazin, atëre kjo mas disa mujve filloj me kanë njerë me nahik edhe farzi. Edhe ai betohet edhe thot, wallahi sot asni kohë nuk e fali. Gjumaja nga njëherë, shkoj e fali, se për ndryshe nuk e fali, ka ikë më namazin nuk e fali. Kjo është problemi i shoqërisë të keqe. E kjo është problemi, do më thonë, se imanin nuk e ke ripërtri. E ripërtria si është, për derisa e shes si ty shoku i keq. A i ndoshta ka mundësi me qenë burri mirë, po tash ku djone. Mirë, po e shes që po bëhet shkak për një të keqe tane,
Wallahi në është e rrugës që sa më larg të rrim. Se është problem për vetën tonë, për ty. Se ka mundësi ka persona që ndikohen prej shoqërisë. Ka persona që ndikohen, do me thane shet që shoqëria po e bën një gest, hajtë e bëjdhune, ndikohet prej tyne. Nuk ka karakter, do me thane të fort, që me thane, jo, ju bëni çka doni, unë nuk moj me bë këtë punë. Unë nuk moj me bë këtë vepër. Ka tillë, do me thane që janë të dopt, nuk mundës, janë, do me thane karakter të fuqishëm. Edhe shohin shoqëria që po e bën një gjë, hajtë po bëjdhun. Kemi raste për shemb kur shkojmë në mbledhjet prindërve, për një prej problemeve bëhet kur thuhet shembull kanë ikë mësimit nxënësat. Ndoshta nuk janë dakord këj klasa me ikë për mësimit. Mirë, po ikën një pjesë e madhe, tash ta janë domethënë karakteri dopt, edhe këta ikën bashkë me ta. Domethënë është e njëjta gjë edhe te gjana domethënë që i ka ndaluar Allahu Azza wa Jall. Pinë alkool, hajt mos ndana se tani po më përqeshin, hajt pi edhe. Po jo se ti me këto i ka i bën dëm vetës. Nësa e shoqëri, ty të thetë hajde se s'po punojna, a shkon edhe ti dhe s'punon? A jo këtu jo mos na prek këtu, se duhet me punu. Po atëre, edhe këtu bre duhet me punu, subhanallah. Edhe këtu duhet me i pas sytë e hapt, ashtu qysh pe i kemi të puna. Ashtu qysh po jemi kam gull, se duhet me punu, duhet me fitu, duhet me pas një rrogë, duhet me ashtu, atër edhe këtu duhet me pas një të ngjatë, njëtin karakter. Bile këtu halama të fuqishëm. Jo me kon shkak, një shok, ose të motrat, një motër, një shoqe, me kon shkak që me në largu prej rrugës të Allahut Azza wa Jall. Këto janë damet më të mëdha që munden njeriu të mja dobësu imanin edhe me e largu prej Allahut Azza wa Jall. E nëse këto janë të vazhdueshme, atëherë vjen te pika, siç kemi pas raste në histori, kur është një person i cili ka qenë duke mësu Kur'anin përmendsh. Mirë po, është shoqëruar me disa njerëz që kanë ardhur prej Konstantinopolës të atëhershme, e cila nuk ishte e çliruar akoma. Ishte në dorën e bizantinëve. Kur kanë ardhur si delegacion te pjesa e muslimanëve për problemet që i kanë pas vet, ky person filloi me nejt me ta, filloi domethënë me vazhdu pak me pas si është jeta me ta, edhe filloi me pëlqy. Kur shkoj mas disa kohe, kur shkoj te mësuesi vet me i vazhdu mësimet, mësuesi i tha wallahi, ju tha nxënësave tjerë, ju thet shkoni kurse ti rri, se wallahi fjalëve tua po ju vjen era kufër. Ju vjen era kufër fjalëve tua. Pse ka nejt me disa njerëz që ja kanë ja kanë dobësu imanin, e ky dobësimi i imanit shumë let mundet me deportu dhe me rënë kufër. Shumë let. Subhanallah. Edhe çfarë ndodh? Ky personi kalon në anën e Konstantinopolës edhe e ndron fen. E ndron fen. Edhe çka është hala më e keqja, se kur kanë bërë tregti muslimanët, që është një gjë e lejushme, kur kanë bërë tregti, janë interesu, disa që e kanë njoft atë personin, janë interesu me pyet për te, mas një kohë gjatë, janë interesu dhe kur kanë pyet se ku është filani, sa i ka qenë joni, thët dikush e thët ka vdek. Thët po si ka vdek? Thët ka vdek, dikush ju ka afru afër edhe i ka thonë, ne e dim që Kur'anin e ke pas, më thonë, duke e mësu përmendsh, atë ka me diçka prej Kur'anit? A i thët, wallahi, thët veç një ajet, në surën Hijr. Cili është ajet? Edhe pa besimtarët kanë dëshirë me vdeksi muslimat. Ta shveç llogarit e vllavja mi dashur. Elhamin, që ne mësojmë për fëminis. Kul hu Allahun, që mësojmë prej fëminis. Ina tajna, që mësojmë prej fëminis. Gjitha i ka arru. Gjitha i ka arru. Arsyeja, se shoqënia e keqe, kur të merë, atëherë ma nuk të pytë. E Allahu dhul Gjelal, fjallën e ti të ndershme, fjallën e ti të mrekullueshme, nuk e lën në një zemër e cila e ndryshon vetë vetën e vetë, prej asoj gjendje që është pastër në një gjendje që është e ndytë. Allah nuk i lën fjalët e tij të mrekullueshme në ato zemra. Prandaj edhe i fshihen të gjitha. I fshihet edhe Elhami, që Elhamin është subhanallah është edhe fëmijë 2-3 vjet e din Elhamin përmendsh. Kjo është domethënë
pasojat ose shkaqet që të vinë deri te dobësimi i imanit, Zot na ruaj që ka mundësi edhe me të nxjerr fare për imanit. Allah na ruaj. Jemi në kohë bashkohore tashmë, në një mënyrë në një kohë të cilën po e jetojmë, edhe ka shumë faktorë që ndikojnë në lëkundjen e imanit tek njeriu. A mund t'i radhisim disa prej faktorëve që ndikojnë tek njeriu në kohrat moderne ose në kohën e sotme që po jetojmë? Po, thuja njëjta është ato që e përmenëm. Do me thonë, kjo gjëja kryesore, do me thonë, këtë kohën bashkëore është, do me thonë, si që e përcekëm edhe ma herët, është shoqëria. Mirë po tash, janë disa mjetet tash, tash to mjetet bashkëore, që tani janë Facebooku, Instagrami, TikToku, këto mediat, do me thonë, rrjetet sociale, edhe këto e bëjnë punën e vetë, e kryjnë punën e vetë, do me thonë, për devijimin, subhanallah, devijimin e sidomos të rinis, qofshin ata mashkuj ose femra. Çështja më e rrezikshme, do me thonë, që është tek rrjetet sociale, është kjo që fëmia, do me thonë, nuk ka asnjë lloj mbikëqyrje se çfarë shikon në telefonin e tij. Do me thonë, nuk ka lloj mbikëqyrje fare hiç. Prindi ka mundësi, për prindve kanë që i blejnë telefonat ndoshta shumë të shtrajt. Një farë mënyre kinse për me gëzu fëmijën e tij, se ndoshta ai është qaq i zanën me punët e tij, sa që nuk mundet s'ka kohë me u marrë me fëmijën. E përderisa nuk ka mundësi me u marrë me fëmijën, atëherë më i dhoni një shpërblim. Çfarë shpërblimi? Më ia dhoni telefon të fundit, këto që vjen dal tash. Ama kjo ja jep mundësinë hala më shumë që ai të ketë qasje hala më tepër, që ti ec hala më shpejt, ti ec këto rrjetet sociale. Se për shkak me pas një telefon pak më të vjetër, është pak më i dot, i shkon më kadale, jo ku diun, bëhet nervoz, ndoshta edhe të hacës po shikoj e jek. Po tash kur janë këto modelet e reja, ato i shkojnë flak. Kënd shpejt, po. Tash do me thonë ti një farë mënyre po ja lehtëson fëmijët tanë një rrugë të keqe. Pse nuk e kontrollon fare, nuk pëshyr me ka po shoqënohet, nuk pëshyr se çfarë po shikon, nuk pëshyr do me thonë edhe problemi ku është. Problemi është se ti nuk din se çka është duke shiku fëmijët. Dhe kur bëhen mas 5-6 vjetë, 7 vjetë, e shef fëmia jo të fol gjana, do me thonë që ti çuditesh. Për i ka i mësohet i këto. Unë s'ti ko mësu ti këto, po normal që ti s'mi ke mësu, po një mësova dikun tjetër. Këtë shkollë ma dha dikush tjetër. Atë shkollën që ti s'po të kohë me nejtë me mu, unë e mora dikun tjetër. Do me thonë është gjë jashtëzakonisht e rrezikshme. Pastaj çështja tjetër që është e rrezikshme në këtë kohën e tonë, është puna, do me thonë, sidomos në përshkolla. Tash këto narkotik, që, do me thonë, që po përdoren këto landë narkotike. Do me thonë, unë shumë herë edhe në xhami atje e ceku, thëtë subhanallah, është të bë me pi një cigare, është të bë e thjesht, të bë normale, dhe hajtë se, çfarë po pinë cigare, hajtë se mirë është. Tash është problem, po pinë lëndë narkotike, po pinë bari, po pinë tash me emrat ndryshëm, tash si po i quajnë. Do me thonë, dikush është që po ja afron këto fëmijëve. E këto urgjent shteti duhet me u marrë me këtë çështje, edhe me i ndalu këto gjana. Urgjent, e ka të obligueshme. Se neve kur po dalim me votu, po dalim që mu ndalë çdo gjana të këqija. Sakt. Edhe në fund votohet, fiton, premton, edhe nuk kryhet, atëherë çfarë? Dëshpërim total. Fëmijët po na shkojnë poshtë. Fëmijët, do me thonë, kanë marrë kahje shumë të ranë. Pastaj po bëhen të varën prej këtyre lëndëve narkotike, po bëhen të varën. E kur bosh i varën prej tyre, pastaj është çështja është hala më madhore. Hala problemet shtohen më shumë. Këti tash edhe me i fol për imanin, mos di sa do të ketë dobi. Se ai është në gjendje të tjetër është. Është në botën e vetë. Ai tash do me thonë, po nuk e dhezi një, po nuk i boni ato farë se si që bëhen, subhanallah, me te me kalu një moment shumë është problem i madhë. Shumë është e lashe e madhe. Prandaj,
me shfrytzu edhe këtë vend, do më thonë, si këshill për gjithë, mas pari vallahi për vetës tem, po edhe gjithë prindërve, po edhe atyre që kanë këtë përgjithësi, me pas kujdes sa më të madh, me pas këtë kujdes. Prandaj është shumë e rëndësishme me hi një landë fetare, shumë është e rëndësishme. Me hi një landë fetare në shkolla. Se ndryshe është kur ti e frikson dikë se polici, ose e frikson se drejtori, ose e frikson se arsimtari, ta thej notën e sjelljes, të ngej, ta hupi vitin e kështu me radhë, nuk qëndron këtë fëmija, nuk e ka problem fëmija. Mirë po fëmijës kur t'jam bjell, frikën, ndaj Allahut Azza wa Jall, wallahi këtë tjetër është. Krejt tjetër do bëhet. Se është një gjendje e papërshkrueshme. Është një gjendje që shpirti t'jep, do më thonë, me fol. Shpirti është ai cili vendos për çështjen tonë. E në qoftë se këtë shpirt e mbushim edhe e ushqejmë atë që na ka mësuar Madhi Zot, atëherë do të kemi shumë sukses për ndaljen e këtyre gjanave negative në shoqërinë tonë, e sidomos në shkollat që subhanallahu siç po e themi, dojmë na shku poshtë fëmijët. Nëse kjo ushqehet me atë çfarë na ka mësuar Allahu Azza wa Jall, betohem se wallahi do të kesh shumë sukses të madh. Mirë po për fat keq, në vendet kur ti shikon, domethënë vendet përreth që i kemi, shtetet që janë përreth, gjitha e kanë një landë fetare. Neve që jemi me shumicë muslimane nuk e kemi landën fetare. Tash, a është e qëllimt, a nuk është e qëllimt? Le të mos çdo kusht përgjithësinë e vet. Mirë po, është e domosdoshme, është e patjetërsueshme. Se gjithmonë ata friksohen, jo i mësoni atje me fal namazin, me fal. Po çka ka të keqë nëse fal namazin? Ku është dami që e fal namazin? Ku është problemi? Po kjo ka me bo shkak që nesër ky fëmijë ka me kon më i hajrit. Ty ka me të respektuar. Asnjë gjë, asnjë sen në qofse nuk përfitojnë prej këtij fëmijët, ti si prind ke me përfituar sa i nesër ka me të respektuar. Një fëmijë që mësohet me fal, që mi miros Zotit sejdë, me kry atë çfarë Allahu dhul xhelal ja ka obligu, asnjë gjë nëse s'përfitojnë prej këtij fëmije, kur të rritet, kena me përfitu një respekt. Ai ka me të respektu. Si prind. Ka me të respektu si prind. Ka me të respektu, do me thonë, si mësus. Ka me të respektu si drejtor, si më shumë, si çfarë do qoftë, keme pas një respekt dhe veçantë. Se ky namaz të cilin e fal, që Allahu dhul xhelal na thot inna salate tanha anil fahsha'i wal munkar, që ky namaz i bëhet shkak për më ndal për veprave të këqija dhe për immoralitetit, që kjo e bën njeriu që me pas respekt edhe me, me të respektu ty. Ky namaz është çaj që ka me bë, të tillë personin. Prandaj nuk e di pse gjithë kjo urrëtie, pse gjithë kjo subhanallah nëpër media, nëpër biseda, nëpër Facebook, me pat subhanallah se çfarë shkruhet nëpër media, për çfarë arsye se filani e mësoi mu fal, ja ti në shkollë po falet, jo pe loj mësimin, jo vëlla s'pe loj mësimin kërkosh. Ja, po e ka xhamin afër, shkon e fal, kthehet. Edhe absolut keq që s'ka hiç. E kështu do të them, këto janë mënyrat të cilat duhet patjetër urgjent që të mirën për bazë, e sidomos kjo landë fetare sa më shpejt me depërtu edhe me kalu, edhe me u fut në për shkolla, edhe me lejen e Allahut Azza wa Jall, kemi shpresë të i Madhi Zot që për një kohë shumë të shkurt kanë më u kthy prap fëmijët e tonë, kanë më kthy te originaliteti, te ajo te natyrshmëria që Allahu Dhul Xhelali ka kriju. Edhe s'ka dyshim. Allahumma amin. Mirë, kthehemi padyshim në thelbin e temës që jemi tek lëkundjet e imanit, ulengritjet. Është ne si njerëz erpasere bëjmë edhe neglizhent ndaj gjunave të vogla, ndaj mëkateve të vogla. Po arsyetojmë, po unë jam njeri edhe bëj mëkate, andaj a mund të jenë mëkatet e vogla si shkak që të fillon njeriu ti ulet imani? Nëse marrim këto me ilustru me një shembull. Në qoftë se i marrim disa dëru të mëdhenj edhe dojna me dhez një zjarr. A do të kemi sukses me dhez zjarrin apo jo? Sigurisht. S'ka mundsi. Po çfarë do bëhet? Do t'i marrim do të vogla. Do spira që i thojmë në të vogla,
mendes, pastaj pikt kjo me ardhruni i madh, pastaj qymyre, gjana tjera tani çka dush. Gjitha shtiken. Ama prej ka po fillon? Prej të voglës. Kështu zemra anon. Nëse neve fillojme me të vogla, zemra ka me anu ka e keqja. Edhe kërkon gjunahet, ashtu si që janë edhe sevapet. Gjunahet janë si punë e magnetit. Nëse e bën një gjunah, ky gjunah ta kërkon një gjunah tjetër. E tërheq një gjunah tjetër, e tërheq edhe tjetër, edhe herë deri sot vjen te gjunahet e mëdha. Pastaj gjunahet e mëdha tërheqin më shumë. Tani ato tërheqin hala më shumë. Domethënë gjunahet e vogla janë të tilla që këto fillojnë me dobësu imanin. Fillojnë me dobësu imanin zemrat tona, ashtu siç po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitan. Domethënë shfaqen fitnet te zemra e çdo njanit prej neve, kel hasiri audan auda. Hasir, e ki parasysh ato si tepiha që i kemi thonë, hasra, që i prej kashtës. E ke pa ato që shbohen, fije do të mi fut. Më ndërlidh me njëra tjetrën. Thët po të njëjtën gjë, kështu paraqiten fitnet, gjunahet, kështu paraqiten te zemra e njerëzve. Fije, nga një. E në qofë se ato pranohen, atëre fillojnë me u bo pikat zeza në zemra tona. Zemra tona fillojnë me u bo me pika. E tash, këto të voglat e bën një pik të vogël, e bën një pik të vogël, edhe e pasaj mbushët me pikat zeza. Tani, çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Edhe kjo bëhet sikurse ajo gota kur e kthen mrapsht. Kur e kthen gotën mrapsht, edhe don mi hedh çaj ose një kafe. A e pranon? Po do derdhet. Ashtu do më thonë majë zemër e cila mbushet me pika të zeza, është sikur shembull i kësaj. Do më thonë mos sado që ti fol atij personi për hajër, është e papranueshme, se zemra e tij është mbush. Është mbush me pika të zeza. Kurse pjesa tjetër e hadithit, njëjtit hadithet, ai i cili i largon këto, largohet prej këtyne fitneve, prej këtyne gjinave, qofshin vogla ato ose të mëdha. Largohet, atëherë zemra e tij fillon me u bë me pika të bardha. Edhe sa më shumë që bëhet me pika të bardha, aq më e pastër bëhet zemra. E sa më shumë që bëhet zemra e pastër me pika të bardha, aq më larg gjinave është. I vjen marrë mas pari pe Allah azza wa jall me bë gjinoj. I vjen marrë me bën një mëkat. Prandaj është hadithi tjetër që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka prej njerëzve që bëjnë vepra të mëdha, kur dalin para Allahut azza wa jall, kanë mi pa veprat e tyre sikurse malet e mëdha. Edhe kur ti shohin gjithë ato vepra të mëdha, kënaqet. Se çdo njëri kënaqem kur ti shohim gjithë ato vepra. Në ahiret. Mirë po thot pejgamberi sa sot çel e mshel syt, zhduken. La ilaha illallah. Ata çuditë të robit thotë çka ndodhi kjo? Pse? Thët hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto janë që kur je kanë vet nuk e ke kthyer haramin edhe halalin. E kur je kanë para njerëzve, je mundu me ushit kënë se ti je duke majt dinin e Allahut. Kënë se je ti musliman i mirë. Prandaj Hasan al-Basri u thot, lejse l'imanu bi tamanni, wala bi tahalli, nuk është imani veç, unë me thonë, unë jam besimtar. A ke pati shumë njerëz thonë, e kam zemrën e po, unë jam besimtar, e kam zemrën e pastër. Nëse kiti zemrën e pastër, dush me dëshmuat zemrën e pastër. Nuk ka mundësi me pas dikush një zemër të pastër, edhe mos me fal asnjë namaz. Mos ma agjëru asnjë Ramazan. Me rajt sot dush, me piraki sot dush, me mashtru sot dush, me bogibet sot dush, zemrën e pastër. Prej ka zemrën e pastër? Duhet me dëshmu për me pasti zemrën e pastër. Prandaj çfarë thot, nuk është imani me çujti veten se unë jam imanli, unë jam besimtar. Gjithashtu nuk është iman mi i vesh rrobat muslimanëve, me lëshuni mjekër të muslimanëve, edhe me tregu, do me thonë onën e jashtme që kur të shet dikush me thonë, wa, që këtë ka musliman, edhe kjo nuk është pe imanit, po çka është? El imanu ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal. Ajo që është mbjell në zemër edhe e vërtetën vepra e tij. Kjo është imani. Imani është kur ti do me thonë me zemër e pranon që je besimtar, po e vërtetën me punët e tua. E vërtetën me veprat e tua që me të vërtet je besimtar.
Prandaj do me thonë, kjo çështje është e tillë, nuk ka mundësi do me thonë një person me qujt veten si besimtar, subhanallah, kurse ana tjetër nuk ka asnjë vepër që i u përngjet besimtarve. E këto gjinohet e vogla janë ato gjinohe të cilat na arrin deri te të mëdhajat. Prandaj e dobësojnë edhe munden që ta shkatrojnë totalisht besimin, zemrën. Enes ibn Maliku radiallahu ta'ala anhu, 40 sa vite, masi që ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishte në Sham, në Damask. Edhe ai kur po i sheh disa njerëz duke i bërë disa vepra, ai po thet subhanallah, jini ka i bëni çto vepra, e që po i çuni ju me kruh, do të thonë jo të pëlqyeshme. Po, ai ke parasysh, hajtë se me kruh është, hajtë se atë nuk është haram, është e pa pëlqyeshme. Ju kështu po i çuni, mirë po të njëjtat vepra në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam i kemi llogarit pe gjinohave të mëdha. Kështu janë rujt shokët e pejgamberit alayhis salam. Një prej tabinëve thot, i kam taku 50 sahabi, 50 shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I kam taku, as njëri prej tyre nuk ka mujt me vret se nuk ka dyshu se veprat e tina a pranon apo jo. Gjithmonë ju kanë dyshim. Se di a ma pranon Allah këtë vepër. Nuk e di Allah dhul Gjelal a është i kënaqur me këtë vepër. Mirë po çfarë? Ju kanë të vazhdueshëm në vepra të mira, edhe duke u ndal, qofshin ato edhe të vogla, duke u largu për atyre veprave, sa ma larg atyre veprave, qofshin edhe të vogla. Se mos të bie domethënë tek kjo që subhanallah se këto veprat e vogla e bojnë që thot Allahu dhul Gjelal, wailun lil qasiyati al qulub. Mirë për ato zemra që jenë forcu në përkujtimin Allahut azza wa jall. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik. Pas kësaj, kur është ai tregimi që ka përmend pejgamberi Allahu dhul Gjelal në surën Bekara, thot mas krejt kësaj që ja treguam ben Israilëve, prap zemrat e tyre u bën guri. Bile, aty në jetë vazhdon, thot, bel e shed edhe hala më e ranë se sa guri. Pse? Prej gurit shpërthejnë lumenj, shpërthejnë burime. Ke pash, subhanallah, ka mundësi ka njerë në ka rastis me pa guri, mes gurit është rjedhuj. E këto zemrat, kur ban të ngurta, atyre, subhanallah, më e fortë se sa i guri. S'ka këtë në mon nuk depërton mo, as uj, as fjale mirë, as gjek e hajrit nuk depërton. Prandaj Allah dhul Gjelal, qështë e ka përmen, khatem Allahu ala kulubihim, wa ala sem'ihim, wa ala ebesarihim. Allah i ka vullos të zemra. Për deri sa ti ja ke dhonë gjendjes zemrës tonë kësi, e ke vënu zemrën tonë në këtë gjendje, andaj Allah dhul Gjelal nuk ka nevoj për ty, ti ki nevoj për Allahun. Prandaj çfarë ndodh, Allah i vullos të zemra. Edhe ma për këto zemra ma nuk ka asnjë gjajsh. Ju fole mirë ose s'ju fole mirë, për tash njësaj. Për tash njësaj. Nuk është që mundesh me ndryshu. Është shumë herë që kam qef me përmend si rast. Është Ebu Talibi, migja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte ky burr, domethënë që mbani çmos për pejgamberin alaihi salam. Çmos ka bëu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Saqë edhe 3 vitin që patën të vështirë që i bojkotun gjithë muslimant, edhe u largohen prej Mekës një zonë pak më larg, edhe gjethe kanë hangur që as kush as nuk ju ka shit, as nuk ju ka ble. Me ta ka qenë edhe Ebu Talibi. Ishte mushrik. Kaq shumë i kanë ndihmu pejgamberit alayhis salam. Mirë po në fund nuk vdes musliman. Si kur t'ishte dikush që Allahu dhul Gjelal e bën musliman edhe pa dëshiren e ti, do t'a kishte bërë Ebu Talibin. Se ka bëjt çmos për pejgamberin alayhis salam. Mirë po çfarë tha ai? Zemra anon ka besimi i shokëve të mi. Pavarësisht këtë lodhje, këtë sakrificë që ka bërë për pejgamberin alayhis salam, zemra e tij nuk e ka dashur Islamin. Prandaj dhe Allah nuk e pranon, nuk ja jep Islamin, nuk ja jep imanin ashtu siç ka thënë Abdullah ibn Mesudi, Allahu dhul Gjelal pasurinë ja jep atij që e don edhe atij që nuk e don, kurse imanin nuk ja jep vetëm atij që e don. Kush e don imanin, Allahu ja jep. Kush nuk e don imanin, Allah s'ja jep. Ibrahim alayhis salam
kam i thanë Allah të azza në ditën e kiametit, o i madhi Zot, ky është baba jam. A bën në hinë xhenet edhe kë? Mirë, po përgjigje çfarë është? Allahu ja ka bo haram pa besimtarve me hinë xhenet. Si kur të kishte vlerë këtë dunja, si kur të kishte vlerë, pa besimtarët nuk do të kishin mujt me pi edhe një pik uje. S'ka shans. Si kur të kishte vlerë, kurse xheneti ka vlerë. Prandaj edhe pa besimtarët nuk mujnë me hi atje. S'ka mundsi. E këto çfarë bëhet? Këto për me ardhur deri te kjo fatkeqësi vinë edhe prej gjinoheve të vogla. Prandaj qoftë ai mëkat i vogël, qoftë ai mëkat i madh. Sa më shpejt mu largu prej atyre mëkateve, edhe më ju kthy Allahu Azza wa Jall me ripërtri imanin, me lut Allahun en yujaddid al-iman fi qulubina. Që të na ripërtrin Allahu Azza wa Jall imanin në zemrat tona. Na mbof për tyre. Amin. Do të ndalesha tek çështja e ringritjes ose fuqizimit të imanit. A ndikon leximi i Kuranit që robi i Allahut të ketë një riforcim, një ringritje, një rigjallërim të imanit në zemrën e tij? Kjo është çështja më e bukur që mundet njeriu me ringjall. Me ringjall shpirtin, me rifresku zemrën, imanin, është leximi i Kuranit. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Me të vërtetë ata besimtar, tamam besimtar, janë që kur të përmendin Allahun Azza wa Jall, ju dridhet zemra. Ju dridhet kjo fjala, kur thot ju dridhet zemra, a ki ka një herët që është në ndodh edhe një jetën e përditshme. Kur ti e doni diçka, për i dashnisë të madhe që është e ki një farë një farë emocioni, po çaj emocioni ka një herë din me pak me ta bëllë një farë dridhje të trupit. Qisi lloj dridhje edhe hala më e fuqishme është te besimtari kur përmendet Allahu Azza wa Jall. Edhe kur ti lexon ajetet e Kuranit, zadatuhum imana. Imani tyne forcohet, shtohet imani tyne. Që ka thonë dietarët se imani shtohet edhe zvoglohet. Do të thonë shtohet me vepra të mira, zvoglohet me vepra, do të thonë me mëkate, me vepra të këqija. Ose disa tjerë që kanë thonë forcohet edhe dobësohet. Forcohet me vepra të mira edhe dobësohet me mëkate. Prandaj Kurani, leximi i Kuranit është çështja që më shumti njeriu e kthen te Allahu xhalla xhelaluhu, që më shumti e ngjall imanin, e ngjall shpirtin, e ngjall zemrën, është leximi i Kuranit. Mirë po, jo lexim me numër sa hat me i bona, po lexim me meditim. E kom lexu këtë ajet, ta shoh çfarë kuptimi pa ky ajet. Se dikush po thot jo, po se na se dim arabishtën, po çka ka lidhje që se din arabisht? Tash elhamdulillah ki Kur'anin shqip. Çat faqe që e lexove arabisht, kthej lexoj shqip. Shife se çka lexove ti arabisht. Edhe pe asoj mundohet ti tash me kuptu, me meditu se çka dashti Allahu Azza wa Jall me thon me çto që e lexove ti pi Kur'anit. Nuk është më rëndësi ti ai ke bot 2, 10, 50, 100 hatme, nuk është më rëndësi hiç. Me rëndësi është qatë leximin që e bone, sa të flajtin në zemrën tane. Edhe pse, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, që çdo shkronjë që lexohet pe Kur'anit i ka nga 10 sevape. Nuk po them thot elif lam mim është 1, po them elifi është 1, lami 1, mimi 1, 30 sevape. Elif lam mim 30 sevape. Do të thonë veç me këto 3 shkronja 30 sevape. Do të thonë numri i shpërblimit është shumë i madh. Veç që e lexon Kur'anin. Po kjo ja shton atë ëmbëlsinë, ja shton hala më shumë këtë ëmbëlsinë kur ti mundosh me kuptu se çfarë ka dashur Allahu dhul xhelal me thon me këto fjalë që ti po i lexon. Kjo do të thonë është prej çështjeve që më shumë ti e ngjall shpirtin, e ngjall do të thonë zemrën e çdo njanit edhe e forcon imanin me Allahun Azza wa Jall. E forcon bindjen te Allahu subhanahu wa taala.
Fjala e tij. Thot dikush prej selefëve, thot, a dëshiron me bisedu me Allahun? Nëse dën me bisedu me Allahun, ka për lexoj Kur'anin. Lexoj Kur'an. Është sikur se me bisedu me Allahun, ti nuk e nin, pa ai ty është duke dëgju. Ai është duke dëgju, edhe në farë mënyre sikur me fol me Allahun Azza wa Jall. Ku ka më kënaqësi më të madhe. Pastaj tjetra, mirësia, ëmbëlsia e kësaj kur neve lexojmë Kur'an. E sidomos për ata që mësojnë Kur'anin për mendsh. Çfarë ju thot Allahu Dhul Jalal ditën e Kiametit? Thot hin xhenet, edhe fillon me lexu Kur'anin, edhe derisa të nalësh në gjitët e lartë. Gjitët e lartë derisa të kryhet Kur'ani. E nëse ke mësuar ti veç kulu Allahun veç elhamin. Se dikush po thot është interesant, dikush po thot, o hoxha veç me mujt, veç edhe të dera me hi. Po mirë, po pse s'po thu për rrog, veç një 300 me fitu. Veç 500 po du 1000, 2000, pse s'po thu për rrogën? Po, për rrog po thu jolla dhe 10.000 me mujtën, edhe 10.000 kisha marrë. Ka 2-3 puna po i bajmë, për me arrit me marrë një rrug 3.000, 5.000, ku diun. Kurse të xheneti, veç ato të dera me mujt. Sa shumë e nënçmojnë ana veten, sa shumë e pështrojnë veten për shkak kësaj dunjaje, subhanallah. Që në fund, siç e tham fillim, domethënë që i morë 10.000, i morë 1 milion, çka pastaj? Çka pastaj? Kurse atje është lumturia. Atje është begatia, atje është domethënë kënaqësia. Se këtu subhanallahu ti mundesh me u kënaq për një kohë të shkurtë me çështjet materiale të kësaj bote. Mundesh ti mu kënaq. Ai ke pati fëmijë sot për shembull, ja u bleni lodër 2-3 orë, çka lodër? Ta bojnë cop lodër. Ka marrë fund, do të më bleni lodër tjetër se moj ka marrë fund kjo lojë mo, mos me të mo bezdis mos s'danas me po mo. Tash po do të diçka të re. Po do të diçka, ja blen lodrën tjetër, edhe ato për 2-3 orë tash mendon. Edhe fëmijë është. Po edhe për neve të ndajve edhe për neve e njëjta gjashtë. Një çështje e ke bli një kert shtrajt, e ke bli, ajo zgjat nështë 1 javë, 2 javë, hajde nështë 1 muj. Mas 1 muj, mo nuk është e njëjta kënaqësi që sheki ti ditën kur e bleve. Nuk është njësoj. Kurse në xhenet është ditën e parë, dytën e për jetë, pa vdekje, është gjendja njëjtë. I lumtur, i kënaqur për çdo gjë. Edhe ton kohën duke falendëruar Allahun për ato nimete që na ka dhënë. Për atë xhenet që na ka dhënë. Ton kohën duke falendëruar. Këtu do të më lodh, do të me punu, me fitur, me marr një rrog, atë rrog, pastaj me shku me i ble gjanat, me i prut e shtëpia, me gatu, ose me shku dikosh në restoran, me porosit për me marr buka. A shë sa puna do të më bo për me hongër do buk? E në xhenet s'ka kështë. Në xhenet veç me ndonë, çka po ta mërmenja me hongër, edhe të vjen me njerë. O kry? E tash këtë xhenet na me hup, për shkak këtyne poshtërsive të kësaj dënjaje, kësaj likështie, kësaj dënjaje, këto gjana që po na i servojnë për me na e prish imanin, me hupën e kënaqësinë e xhenetit. Kush është ai që e hup këtë kënaqësi? Wallahi vetëm ai që nuk e kupton drejt. Vetëm ai që zemra ti hala nuk ka depërtu imani. Hala s'ka depërtu imani. Se wallahi kur depërton imani, atëherë krejt është diçka tjetër. Çështje tjetër, përveç leximit Kur'anit, është namazi. Wallahi namazi është mrekullinë veti. Wallahi subhanallahu çështja e namazit është çaq e ëmbël, çaq e këndshme, saqë subhanallahu thot Uthmani radiallahu ta'ala anhu, sikur zemrat tona të ishin të pastra, sikur zemrat tona të ishin pastra, nuk do të ishim ngop me fjalën e Allahut. S'kishim mujt me ngop. E kjo mos ngopja është e njëjta gjë edhe te namazi. Pse? Me lexu pak më gjatë, me lexu diçka pak më, subhanallahu sa ke pati gjithmonë kur pi lexojmë disa sure, mo tani po bëhet ai namazi si rutinë. Për shembull gjithmonë kulu vallahu, gjithmonë inata ina, gjithmonë kulu rabbil falak, gjithmonë atë tu ka bëj që një mujtit një të cene pi thu. Edhe qysh edhe namazi nuk e ka diçysh atë kënaqësinë.
Po kur të ndrohet diçka prej Kur'anit, kur lexohet diçka pak më gjatë prej Kur'anit, subhanallahu, ke ndrysh është edhe ajo me e shijen po hala më shumë edhe më ëmbël e shijen, domethënë namazin. E këto krejt që po përmenden, pastaj shoqënia e mirë, për me pas domethënë një iman të mirë, me pas një iman të qëndrueshëm, me pas një shoqëni të mirë. Me pas domethënë me ditë me kanë me ndajt, me ditë me kanë me u shoqënu, me ditë me kanë subhanallahu me pini kafe, me pini çaj. Se kurgjë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari është pasqyra e besimtarit. Ti për shembull kur del prej shtëpisë, ke më shiku pak pasqyre me pa mos kin diçka në njollë, diçka jo normale në fytyrë ose në tesh ose ku ta diun. Kështu kem e besimtari për besimtarin është çështu si pasqyra. E sheh një tmetë ti, ta tregoj. E sheh një tmetë on, ma tregon. Amo ma tregon edhe ta tregoj mënyrën më të mirë të mundshme. Jo me thonë vëlla qyre ki frikë Allahun se s'bën kështu para njerëzve. Nuk është kjo këshill, kjo është poshtrim. Këshill është kur ty të veçoj pak edhe thon këta kështu, mundo më ndryshu se nuk janë të mira. Ose mi thon ti për shembull, më thon mua se kështu. Kjo është pasqyrë, domethënë për njëri tjetrin. Prandaj shoqënia e mirë është e dobishme për besimtarët, është e këndshme për besimtarët, edhe subhanallahu ruhet imani në zemrat tona. Pastaj çështja që është hala domethënë ma e këndshme, ndjekja e ligjëratave. Në për xhamia. Subhanallahu që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veç që po rrin, son shumë herë këta dhe jo përsëritja të veç që rrinti në atë vend ku përmendet Allah azza wa jall, subhanallah, është një bereqet, është një mirësi e veçantë. E lema që ti ka mundësi edhe me përfitu prej asaj ligjëratë. Do të thonë, kjo futet ajo te përkujtimi i Allahut subhanahu wa taala, përkujtimi i Allahut. Do të thonë, ti veç që rrin e ki do të thonë një mirësi, që është ai transmetimi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu dhul jalal ju thot me laçeve, shko edhe ata njerëz që janë mbledh aty, shife se çfarë po bojnë. Dhe shkojnë me laçet. Edhe Allah e din më mirë. Po kjo është për na tregu neve. Shkojnë edhe i tregojnë Allahut azza wa jall, o Zot, janë duket përkujtu ty, janë duket madhnu ty, janë duket bë tesbih ty, janë kështu. Edhe hadithi është i gjatë. Po në fund thot, shko thot edhe falja u gjinohet. Thot, o Zot, në mesin e tyne është një person që s'ka të bëj me këta njerëz. Po ka kalu rrugës, i ka po që jenë mbledh dhe fut me ta. Thot, falja thot edhe ti. Falja thot edhe ti. Do të thonë, veç i ke marrë pjesë falja edhe ti, po paramenda kur ti kur shkon me njet për me nejt aty, për me marrë shpërblimin. So hala ma shumë, subhanallahu ka mundësi me pas shpërblimin e madh të Allahut. Do të thonë, ati rruga i ka rashtu, edhe unë ndalë aty, falja dhe ti. S'ka shërpi ti. Kjo është mirësia e mbledhive, e tubimeve, ku përkujtohet Allah subhanahu taala. E këto krejtë Allah janë që imanin e forcojnë, imanin e ripërtrin. Ashtu që e thamë fillim, imani gjithmonë ka nevojë për ripërtrirje. E ripërtrirja e imanit është kjo. Duke kujtu Allahun, duke i ndajt Kur'anit afër, me lexu Kur'anin, me meditu Kur'anin, mos mundopi namazit, mos mundopi shoqënisë të mirë, mos mundopi një ligjërate, me bë sabër për asaj fatkeqësie që të ka ndodhur, çfarë të që të ndodh. Domethënë, gjitha këto janë forcim i imanit, edhe ripërtrirje e imanit, që ti me qenë i vazhdueshëm me iman të mirë, edhe me iman që Allahu dhul xhelal me ka një kënaqësi me neve. Allah na bëfitini ya Rabbi. Allahumma amin. Mendoj që kjo temë do të ishte shumë e gjatë dhe ne do të kishim se çka të flasim gjërë e gjatë, por do të ishte mirë që të japim edhe një hapësirë për shikuesit dhe dëgjuesit që të na drejtohen me pyetje me anë të telefonatave, por paraprakisht do të e bëjmë një pauzë fare të shkurtër për të rikthyer në pjesën e dytë, që ta bëjmë një bashkëbisedim edhe me dëgjuesit tanë, pse jo nëse kanë edhe ndërhyrje në këtë temë ose në çështje të ndryshme që do t'i trajtojmë bashkë. Allah ju shpërblet për këtë bashkëbisedim.
Shikues dashur, miq të nderuar të radio televizionit Pendime, do të bëjmë një pauzë fare të shkurtër nga studio për të rikthyer në pjesën e dytë, në pjesën e kontaktit të drejt për drejt me anë të pyetjeve të cilat ju do të keni mundësi t'i dërgoni në programin e sotëm. Kaloj linjën në studio për një pauzë të shkurtër, rikthehemi për pak çaste.